Frit do, na. Me pierdes. Pancakes is nami, më le zemër. Okay. Hey, pancake. There you go. Now with the pancake. It's not hot, it's nice. Ne mos bësh shumë zemër. Po çau bën ato? Okay. Nam. Sa petlla do, Mario? Unë 4. 4. Shumë thash më 3 pra. U qyqja. 3 dhe I ke shumë vallaj. U qyqja. Për Marion. Evan, Bianca, për mua Angelinja. Kush Milan enët mu vdeksha unë, kush Milan enët mu. O zemra mamit, o shpirt. I love you. Edhe robet u lan, u tha, u vun në tel. Ndërkohë që unë dhe Evan I pim një kafe, unë pi një kafe, Evan I luan këtu për jashtë dhe presim Mari dhe Biancën të vinë, sepse kanë ikur tek syzet e reja të Marios, të Mari syzet. Edhe çfarë do e thoja tjetër? Do bëhemi gati, do shkojmë pak nga Marku, Mark & Spencer, se duhet sot fillojnë uljet e uniformave tek Marku, kështu që do shkojmë të marrim ato, siç e bëjmë çdo vit. Ha, më mami? Uj. E ka gjetë Eva një rahat lumë me këto kapsët. Ha, më mami? Na, mama? Pëtete. Wow. Ha, si shikon? Daddy, look handsome. Le Daddy look handsome. Do të më thosh në mund e jërë në laf këshu, hapu? Dhe uanash? Si duken vërtet syzet e diellit? Shumë mira. Vërt tjera ti shof qik? Provo qik tjera, të pëlqekan këta. Ama pse heq kështu, sigur janë vezë? Ua, Mario, pse duken më të pastra këto? Po janë. Honestly, pse duken, ato duken sigur janë si terta. Ua, sa të bukur të regojnë këto. Ktheu, Anash, ktheu? Të marrë grua tjetër, apo mos marrë? Po ku gjen gru tjetër si unë ti? Më ke blenë një gjë mua? Ua, dë bukra janë këto? O zot nuk shof. Zemra mamit. Dhe ikim të Marku, ja po presim edhe Evanin me Marion. You're the queen of the castle. Unë vdes për Marion, për Markun. Thash unë vdes për Marion, dhe për Markun. Oh, that looks very beautiful, this one. 13. 10 me 11, jo. I shat, sepse janë gjitha me 20% ullja. Edhe... zakonisht her tjera I ka provuar, po do hap qesën t'i provoj, se s'kam qarë bëj. Se në qofë se nuk I bëj, nuk I marë normal. Kërë seksioni I gocave, shiko sa I lezetshëm ky fundi me tutat shkurtra, që mund ta kenë për fiskultur. Mirë po këto të shkollë e Biancës nuk e pranojnë kështu, dua vetëm pantallona të shkurtra, kështu që mora 2 pantallona të shkurtra. Mora ca të brëndshme. Tani te fundet, doja t'i gjej një fund që ta kishte, por kur të fillonte shkollën. Edhe ato e kanë te gria. Gria janë këto. Mirë po. Këtë, no, nuk e dua. Do t'a lë. Shkojmë njerë t'i provojmë këto këmishat. Do ju tregoja gjasma si isha veshur, se u veshëm çik kështu. Se kemi fest, ha? Rrjeti.
Tani ty të kanë ikur gjithë frekuencat e keqe. Ka ikur ajo, janë hapur boost money. Ka bërë gocën time bukurose, lupulose, mami do çik parfum. Oh, you're the winner! Yuhu! You won! Well done! O Mario, ku po shkon? Mario, ku po shkon? Te tombola. O zot, Mario. Can I see you, pretty girl? Can I have a go over there? Po, më... Edhe lagin këtë profesorin më sfungjera me ujë. 50 pence. Normalisht, do marr pjesë dhe Bianca. Oh God. Yeah, but she might be good to throw it. Strong throw. And then aim over there. Nice. What you really want to do is go back as fast as you can with your arm. No, don't do that. You're going to get rid of all the water. Almost. Yay. Good. Come on. Come step in front of the box. Oh no. Closer than that. Come on. It's okay. Even if you get wet, it's okay, Bianca. Okay? Yeah. Oh. Last one now. Oh, well done. Thank you so much. It's okay, go. It's okay, even with 3. On your marks. Magic Tu janë makinat me, kështu që mund bësh garë dhe shikojnë që këtë makinën interesante. Normalisht që Evani do t'i shkoj Biancas, Mario e mori dhe do të qaj. Sa era kaprë nuk them një gjë do qaj, o njëri o do bërtasi tjetri. Do thoja që ikëm nga Summer Fete, nga jo festa që po bëheshe te shkolla e Biancas, edhe tani po ikim në Gomshall, sepse Mario ka pas punuar një kohë andej, edhe dica papet lezetshme. Kështu që me që u mërzitëm e tham nga ora 2 hajde ikim se s'po rrinim dot më, atëherë ikim atje, pim në një gjë, rrim për qef. Qef. Qef, o qef, o Edhe qef. kaq. Dhe pastaj shohim me bëjmë. O, jam shtolli. Po shes, ikim pak si budalli. Erdhëm te njëjti pub që kemi ardhur mbas ceremonisë naturalizimit, pasi morëm atëherë të pasaportën angleze. Edhe e kuptova direkt, nga e kuptova unë se pubi ka një lumë që i kalon mes. Edhe kaq. Edhe nga vendi parkimit. Sunday roast, duhet jetë shumë i mirë. Ky është mulliri Gomshall. Ja dhe marrja atje me 2 fëmijët. Dhe se ecin të 2 me mu, po do ecim me atë. Ah, ne kemi qenë te ky këtu. Mi po të do shkoj. Do shkojmë te tjetri tani, Mario? Aha, okay. Ne kemi qenë te ai tek mulliri. Bianca, are you gonna wet your feet in the river? Yeah. Ky është i lezetshëm si pub. Me lule, me gjëra kështu i lezetshëm është, mirë po. Me thënë drejtën, je kështu mund direkt në rrugë edhe s'është se m'pëlqen dhe aq. Ja gjithë njerëzit kështu për qef, këta të mit, shans të shkulen më nga uji. Uji është akull, si duket është në river, në burim, në gjë është akull uji. Ma e shiko që do të kapi djali jot. O, zot, Mari e futi gjithë bythën në ujë. Gjithë bythën në ujë. Ka marrë Mario një birë për vete dhe një kështu, sajde për mua. Po se di si Mario që unë 3 glënga kam edhe mikin trut, ka që dua unë. Ambienti është lezetshëm, po kur je me fëmijë kaq të vogël sa Evani që e fut bythën në ujë dhe ke frikë se ftohet, është çike lodhshme. Pastaj ke Bianca që flet gjithë njerëzve, nuk pushon dot sfoluri. Neve sa erdhëm në shtëpi është ora 5:26. Mario, shpirti im do na bëj kafe tani.
Ndërkohë që unë në mëngjes kam zjerë një ca kofsha pule. Kam se dje që do ishim vërdall. Po kam vënë pjatën, hajde ta heqim këtë. Vëm patatet në ujë këtu. Kështu që tani do t'i kulloj nga uji, do t'i vë në tepsi me erza me gjëra, pulën lart edhe i ku darka. Se t'ju tregoj çik shpejt se çfarë mora nga Marku, në fustanet e Biancës nuk i mora dot atje, sepse më duket sikur i rrinin shumë të gjata ato që i bënin për gjerësi. Kurse ato të tjerat nuk e di, domethënë prandaj nuk ja mora. Gjatë, këmish mëngë gjatë, faleminderit zemra mamit. Këmish mëngë gjatë, një trenshe mora. Pastaj mora këto këmishat që janë kështu me mëngë pufe këtu, të vockle, që ti dali mënga kështu sipër tek fustani. Edhe kjo dyshe, këto ishën në duket 13, mirë po e kemi marrë me 20% ujë. Diva prezenca. Zakonisht këmisha që marrë tek Marku, i marrë kështu Easy Iron, që të hekurosen lehtë, edhe unë në shumë rasta nuk e hekuros fare Biancës, edhe janë mjafton që i nxinit, i shkundi kështu mirë, edhe fare mirë. Plus që edhe, mjaft lutam, edhe tharsja ime ka këtë procesin e hekurosjes. Nuk e di se si e se qyshe se tek, por rrobat kanë më pak rrudha se zakonisht. Një set me kanatyre të bardha, pambuku i thjesht. Asin gjë wow. Çfarë i mora tjetër? I mora geta, edhe kështu 2 palë geta. Domethënë 2 sete nga 2 copë, 4 copë. I mora pantallona për fiskultur. Pantalloni shkurtër për fiskultur. Edhe këto besoj se janë shumë të mira. Unë tani nuk laj asnjëra nga këto, do ikin gjitha lart. Edhe kur të vi shtatori i laj. Kur të kthehemi nga pushimet me kismet. Edhe bekalota, e kemi marrë bekalotat e bantesh me zemra, me që t'njëra cilë tërgoj se janë shumë pute, e tërgoj këtë pja. Tek festa e Biancës, nuk ndonjëm shumë, vjetë e kishëm bërë fantastike, super të bukur dhe u kënaqëm shumë. Mbas asaj, çfarë do bëjmë, shkojmë shtëpi apo mos shkojmë shtëpi, tha Marja, tha ikim në Gomshall. Marja më përpara ka pas kur kemi ardhur në fillim fare në këtu, Marja filloi punë në Heathrow, inxhinier. Edhe Zyra, Marja po flet me tjemën, ishin në Gomshall. Edhe Mario zakonisht një herë në javë shkonte atje, një herë në javë ose një herë në 2 javë, që bëshin mbledhje gjëra të ndryshme. Edhe më vonë e ngritën në detyrë, kështu që la Heathrowin edhe bënte gjëra tjerë që ishte më shumë në Gomshall. Edhe kështu arritëm, domethënë Mario u ambientua me zonat e Gomshall, Share dhe këto fshatrat përreth Guildford. Edhe yes, prandaj dhe lëvizëm diku këtej afër, më vonë. Edhe tha do ikim dhe të ky papi dhe gjonë shkoj gjithmonë. Tani përballë atij papit neve kishim për ceremoninë mbas ceremonisë diplomimit, le të themi. Unë nuk kisha qenë asnjëherë, se më pyeti një anglez, më tha, tha, është ushqimi i mirë këtu? E thashun, po, thash, është shumë i mirë, thash, çfarë thua ti, thashun. Thash, në verë, thash, neve vim këtu, thash, kurse ndihmë shkojmë atje. E vërteta është që për mua ishte hera parë, por tek ky lokali me këtë lumin që kalon atje, kurse ai lokali tjetër që u thash, që i thonë Mulliri, The Mill, ai ka vërtet mullirin brenda dhe ti e dëgjon ujin që kalon atje, pse është i njëjti lum, njëri është atje, tjetri këtej. Po është lezetshëm, u kënaqëm. Uji ishte akull i ftohtë. Mirë, po kur bën shumë vap, ishte okay. Nuk ishte ndër më të bukurit për mendimin tim, sepse domethënë ishte lumi këtu kishe parkimin edhe ishte direkt domethënë në rrugë. Nëse kishe në një fëmijë që ti e kishe me frikë, mund të tikte me vrap në rrugë edhe domethënë kisha frikë, pavarësisht se Bianca është e madhe, Evani nuk i. Ky pure butter, se po më mbaron ai tjetri, ky është ghee, është shumë i mirë. Është fiksa e gjalpi i shkrir. Nëse se keni provuar, mund të merrni atë të vockllin, ka dhe paketim të vocklit, duket 1 kilosh, edhe mund ta provoni. Është fiks gjalp. Kështu që nëse për shembull doni të gatuani me gjalp, me gjalp, ky është. Zakonisht unë tortat i bëj me vezë të mira. Nuk do të them që vezët e tjera që marrim janë të këqija. Mirë, po këto që janë më
më të lezetshme. Dhe këto Rich Yok janë fantastike. Janë dhe ca që janë 6, paketim 6. Edhe ato janë shumë të mira, mirë po sot te Tesco im nuk kishte. Edhe mora këtë, sepse do bëjmë tortën e Biankës. Se Bianka ka ditëlindje. Neve fillojmë kështu. Në maj jam unë Evan, në qershor Mario, në fillim korrigut Bianka dhe pastaj e mbyllëm. Frut pasioni, se u bë shumë kohë me Marin që s'kemi ngrënë kështu gjërash. Salcën e Heinz me domate, grana padano dhe mascarpone. Për një makaron. Unë makaronat i bëj, nuk parej ha, jo se s'm pëlqejnë, po thjesht dua t'i eliminoj të ha kështu gjërash, ka raste që ja dal, ka raste që s'ja dal, por po mundohem. Ora një cop mishi, 1,5 kg, më sakt, mish viçi, ne zakonisht e marrim te kasapi, mirë po deri në fund të muajit nuk kemi nerva të shkojmë te kasapi ta marrim me thënë drejtën, kështu që mora këtë dhe sajohemi me këtë deri në fund të muajit. Një kështu zipper bag sepse po më mbaronte, edhe unë mua më duhen gjithmonë këto që i përdor për ngrirje. Këto janë të gjitha për Biankën. Bianka merr zakonisht snack në shkollë, merr një frut, zakonisht bananes ose moll, po banane zakonisht merr me vete. Merr një cheese string. Një si puna kësaj. Okej? Edhe zakonisht i vë një si këtu që është Fruit Loop. Fruit splits, whatever. Gjasma bëjmë me frut, gjasma janë shumë të mira, janë organike. Rrallë herë mund t'i gjeni te këto dyqanet Aldi Lidl, në fakt nuk mbaj mend kur mund të ketë qenë hera fundit, po ndonjëherë kur kanë këto javët speciale këta që mund t'i sjellin ndonjëherë. Po përgjithsisht te Tesco dhe tek Sainsbury që kam marrë unë ka gjithmonë. Kështu që unë mora kësaj radhe strawberry, këtë kemi përdorur. Speca sa mollë të vogla, sa ato të mëdha sikur s'po i ha dot Bianka të gjitha. Edhe mora një kështu fustan, robe banjo. Një robe banjo, më pëlqejnë shumë këto me pika. Kam parë një fustan të markën Spencer kështu kaf me pika të bardha, po vdes ta blej. Nga Vinted, se 50 pound nuk do e marr. Mirë po nuk po e kap dot. Kështu që kur ta kap. E di pse më pëlqeu ky, sepse zakonisht robe banjot tu vinë shumë lart. Vinë të mbyllura këtu shumë lart dhe ky është shumë goxha i hapur. Edhe ka dhe këto krahët kështu. Okej, është me kupa. Mos është se kam shumë gjoks me të drejtën dhe se kam problem. Mund ta bëni me rrudha, mund ta hapni si të doni. Edhe me thënë të drejtën më pëlqeu. Një palë që unë kam pas nga FNF, i kam mbajtur një 2, gati 3 vjet. Edhe kanë qenë super të rehatshme. Kështu që shpresoj të jenë dhe këto. Edhe këtë fustanin, që edhe ky masa 18, o zot. Edhe ky ishte goxha e mirë. Ka këtë këtu përpara, të copën kështu përpara. Është i lezetshëm ky për ta veshur për të dalë në xhiro, për të marrë Bianca nga shkolla kur të jetë vap, për ta veshur në Shqipëri, për të pirë një kafe, një gjë të tillë, edhe është i lezetshëm. Kaq. Se zakonisht fustanet këtu të bëjnë shumë vap. Zot është burri më i mirë në botë. Nuk e them as m'ja bëj qefin as asgjë. Po është i mirë. Është i mirë, është i kuptueshëm, është i dashur, është mos a marrë në shumë. Tani ti që unë ti si sa marrë toj që të pi një kafe, ndoshta në borë, ndoshta. Daj! Opa! Edhe i hedhim qik vaj u liri. Se do që të mos digjet. Have captured our imagination. Ever since we stand in the river. I never thought I'd see him again. Such a trouble the last time he was. Well, I hope he doesn't bring any bad luck with him this time. For me, whatever it is. Hajde. Hajde po.
Lava rrobat, edhe I hapa, edhe ato që kishin veshur, edhe ato që blem, ndërkohë Mari atje po lan makinën. Më ka kapur një dhimbje koke që as vet nuk e kuptoj se si e se qysh e se pse e se tek. Tani mua merdi sa herë që hap kamën do jetë Evani ose Bianca që duan nga një gjë. Nejse. Ideja është që doja ta mbyllja këtu tani këtë video, kështu që do t'ju them shumë faleminderit nëse e keni parë. Bashkë do shihemi në videon e radhës, edhe po bëhemi gati për pushime, kështu që videoja e radhës do t'jetë besoj Peppa Pigu, do ikim tek Peppa Pig World, kështu që stay tuned, edhe bashkë do shihemi sërish, shipull fort, mua!